A jeni mashtruar së fundmi nga inteligjenca artificiale? Nëse keni parë këto pamje në rrjet, kujdes, janë të gjeneruara me AI. Kjo vajzë e vogël që ka humbur tëmën gjatë lindjes së vllajt, gjeneruar me AI. Një kërkim i thjeshtë pamor me Google Lens tregon se imazhi është etiketuar si i bërë me Google AI. Imazhe të tilla, quajtur Lum AI, zakonisht kanë për qëllim mbledhjen e sa më shumë komenteve. Dhe kështu zakonisht synojnë të ngjallin emocionet forta të njerëzit, si zemërimi, dashamirësia apo keqardhja. Këto foto të futbollistit Lionel Messi me trafikantin amerikan Jeffrey Epstein, gjeneruar me AI. Me Google Lens faktoj gjeti një version më të madh imazhit, ku duket që fytyrat e personave janë të deformuara, një tregues tipik i përmbajtjeve gjeneruara me AI. Ndërsa imazhi tjetër rezulton të jetë krijuar me Google AI, njësoj si imazhi vajzës jetime. Kjo foto e gruas kryeministit të Izraelit Netanyahu me peshqir në balkon, gjeneruar me AI. Me Google Lens faktoj gjeti një version gati identik të imazhit nga janari, ku gruaja në imazh duket jo me peshqir, po me bizhama. Duke futur imazhin bizhama në programin AI Grok dhe duke i kërkuar ta vesh gruan në peshqir banjoje, përftuam të njëjtin imazh që po qarkullon online. Po imazhi me bizhama, a thua është i vërtet? Gjeneruar me AI. Ai është gjeneruar duke përdorur një foto të vërtetë të Yair, të birit të Netanyahut, siç vëret në këtë krahasim mes dy imazheve. Nga ta kuptojmë se cila nga këto imazhe është i vërtetë dhe cili është i gjeneruar, sepse foto e Yair u botua në 2024 nga tabloidi britanik Daily Mail, krahas fotove të tjera nga kënde të ndryshme. Kështu që kujdes, qëndroni skeptik.